Përshëndetje të nderuar miq të televizionit Alba Life, mirë se po takohemi bashkë. Jemi në muajin nëntor, në muajin e lirisë dhe historisë shqiptare. Muaj i cili në vetë mbërthen idenë e patriotizmit për gjithë shqiptarët më shumë se në çdo muaj tjetër. Por liria që ne kemi sot do të ishte e mangët dhe nuk do të ishte e plot pa një zhvillim të mirë ekonomik. Zotri Golemi, edhe pse tash sa vite jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka arritur që me përkushtim të krijojë biznesin e tij Albi USA Enterprise. Siç e kuptuat, dhe nga prezantimi jon, jemi në hapësirat e kompanisë shqiptare Albi USA Enterprise në New York, e themeluar nga zoti Ardian Golemi, i cili në vitin 2005 kishte emigruar nga Shqipëria në Amerikë. Zoti Golemi na tregon se që nga atëherë kur erdhi në Amerikë deri më sot, koka e zemra e tij ka qenë gjithmonë në Shqipëri. Shtë thjesht, Ardian Golemi ka qenë një ish oficer i ushtrisë shqiptare. Ka mbaruar Akademinë Skënderbej dhe kam punuar në ushtrinë shqiptare për disa vite. Vitet e fundit të jetës time në Shqipëri kanë qenë në aeroportin e ri si inspektor për sigurinë në Romë. Dhe më në fund 2005 vendosa që të largohem nga Shqipëria në drejtim të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht se jetën që kisha në Shqipëri, unë kisha një jetë shumë më të mirë dhe të suksesshme, mund të them në këtë drejtim. Shkalla e korrupsionit në Shqipëri nuk përputheshin shumë me ato parimet dhe principet e mia, domethënë të jetuar dhe të vepruar në atë. Ishte e dhimbshme që nga Shqipëria, ishte me të vërtetë e dhimbshme. Edhe nga një moment që kam ikur deri më sot, unë kokën e kam bërë gjithmonë mbrapa. Fillimet e tij në Amerikë nuk ishin të lehta. Ai tregon se përderisa kishte lënë mbrapa vetes një karrierë suksesi për një oficer ushtarak, me të ardhur në Amerikë, puna e tij e parë ishte ndihmës kamarier në një nga restorantët diku në Brooklyn, ku paguaj vetëm $3 në orë. Kur erdha në Amerikë, domethënë kuptohet që unë vija nga një punë që duhet të isha prezenca në punë duhet ishte si e thonë oficiale. Duhet isha me kostume, me kollare, me gjitha këto, dhe kur erdha këtu, ditën e tretë kam filluar punë si ndihmës kamarier në një restorant, diku në Brooklyn. Më pëlqente shumë ai restoranti, domethënë se njerëzit që punojnë aty ishin me të vërtetë njerëz shumë të mirë, ushqimi ishte më të mirë dhe i afroi ushqimeve tona, domethënë shqiptare, po për kështu pagesa ime ishte $3 në orë kur kam ardhur në Amerikë. Edhe megjithatë unë punoja për ditë. 6 ditë të javës punoja atje dhe 5 ditë në javë unë shkoja në shkollë. Nuk ishte shumë kohë që të mendoja, domethënë, jo po çfarë bëhet, si eset. Qëllimi ishte të bëja punën siç isha për të bërë, që të mbijetoja si njeri në New York, dhe ju e dini fare me që thoni kush mbijeton në New York, mbijeton kudo në botë. Dhe e dyta, të mbaroj shkollën. Pavarësisht sfidave me të cilat po ballafaqohej në fillimet e tij, ai kishte një vizion të qartë në mendje, sepse kishte marrë rrugën drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu zoti Golemi, vetëm pak ditë pasi kishte emigruar në SBA, duke kërkuar më shumë në karrierën e tij, nisi studimet për radiologji në një nga universitetet më prestigjioze të New Yorkut. Në momentin e parë që kam ardhur në datën 8 janar të 2005-s, eksaktësisht në datën 28 janar unë fillova shkollën, universitetin këtu në New York. Dhe deka që zgjedhja ishte radiologjisë për arsyeën e thjeshtë se mua më pëlqente shumë. Unë jam më shumë tip vizual se sa tip që do rritë të merrem pas gjërave të vogla të kësaj. Dhe radiologjia ka diçka tjetër që këtë jep mundësi për të ndihmuar njerëzit. Pas pak kohësh mori dhe pozicionin e punës si ndihmës menaxher i një kompanie të madhe amerikane. Dhe, më njëherë pas përfundimit të studimeve për radiologji, filloi punë në New York University Hospital, që vazhdon dhe punon edhe kësaj dite. Duke parë ato zhvillimet që ishin dhe të koordinoja dhe me shkollën, me orarin e shkollës, atëherë u gjeta një punë në një farmaci të madhe, Rite Aid ishte farmacia që punova deri në fund. Derisa mbarova shkollën, kam punuar në atë farmaci dhe në fund fare ka qenë pozicioni im, ka qenë ndihmës menaxher i farmacisë që ishte për shitjet, që më është për shitjet. Ajo është eksperjenca ime e parë me bizneset të kësaj natyre. S'kam pasur një eksperiencë tjetër për biznesin.
Pasi mbarova shkollën për 4 vjet shkollën për radiologji, unë u punësova nga një institucion amerikan, New York University Hospitals. Me kontratë për 5 vjet. Ajo më dha mundësi që të bija dhe dokumentacionit, të bija dhe të gjitha që duheshin, të ishe jo vetëm i ligjshëm në Amerikë, po dhe të kishe mundësi të ecje përpara. Dhe unë kam punuar në radiologji dhe akoma vazhdoj të punoj në radiologji, që nga ajo kohë dhe sot. Sot kuptohet me kohë të kufizuar se biznesi ka shqetësime të tjera shumë të mëdha dhe do në kokë, nëse nuk i qëndron gjërave siç duhet, atëherë në biznes mund të falimentosh shumë kollaj. Ana materiale dhe financiare nuk e përmbushte kënaqësinë e tij shpirtërore. Lidhja e tij me Adheun ishte më e fortë se kaq. Ai po kërkonte diçka më shumë, diçka përmes së cilës do të sillte në Amerikë kulturën dhe traditën shqiptare. Kështu në mars të vitit 2017 krijoi kompaninë e tij Albi USA Enterprise, e cila sot eksporton rreth 125 produkte shqiptare në New York dhe pjesë të tjera të Amerikës. Emri Albi USA nuk ishte shumë për të menduar për të vënë një emër të tillë. Ne jemi shqiptar, edhe quhemi Albanians. Edhe USA veprojmë këtu atje, veprojmë në Amerikë. Domethënë lidhja duhet të jetë e përbashkët. Interesi duhet të jetë i bashkët, në dy krahët, dhe shqiptar dhe amerikan. Ndaj është Albi USA emri kompanisë dhe nuk është thjesht një emër i marrë nga historia ose mitologjia shqiptare ose diçka kësaj natyre. Duhet të ekzistojë një lidhje përbashkët, që të ekzistojë një interes i përbashkët për zhvilluar një biznes të kësaj natyre. Kur ishte data e parë që morët hapin e parë? Ka qenë në mars të vitit 2017. Kur e pyetëm se pse kishte përzgjedhur që të sillte produktet shqiptare në Amerikë, Golimi me shaka u përgjigj se rruga për tek zemra kalon përmes stomakut, duke shtuar se ai është pasionant i madh i kuzhinës dhe i produkteve shqiptare. Më pëlqen të gatuaj në kuzhinë nganjëherë. Dhe thonë që ata mitë e mi që vinë, dhe thonë që jam në kuzhinë shumë i mirë. Po gjithmonë që shkojnë në treg për të blerë diçka, ose për përgatitur një darkë për atje, nuk gjej absolutisht asnjë produkt shqiptar. Të gjithë ishin produkte nga vendet rreth Shqipërisë, po jo një produkt shqiptar. Unë kam qenë shumë herë në Shqipëri dhe me miq të mit që nuk janë shqiptar, me disa miq që nuk janë shqiptar dhe ata ishin surprizuar për natyrën jo vetëm natyrën e bukur shqiptare, jo vetëm mikpritjen dhe gjitha këto shqiptar, po dhe me kuzhinën shqiptare dhe tha si ka mundësi që ju nuk i keni këto prodhime në atje. Kjo ishte shtysa e parë që atje dhe duke parë të gjithë rreth nesh, ne kemi traditë shumë herë më të lashtë të tjerë që jetojnë rreth nesh dhe ne nuk e përfaqësojmë veten tonë edhe në këtë fushë. Thonë një fjalë të vogël fare që thonë që rruga për në zemër kalon përmes stomakut i dashur. Më tej, Zoti Golemi shton se të gjitha këto produkte që sjell nga Shqipëria dhe Kosova për të janë bërë si një familje e dytë. Për mua familja është celula, çdo qeliza, çdo shoqëri, më fali. Duke qenë qeliza e shoqëria, nëse u la pas dore, u prish qeliza, prish edhe shoqëria. Kështu që kam bërë të pamundurën që t'i kushtoj kohën e duhur dhe t'i angazhoj dhe familje, jo vetëm domethënë në aktivitete ndryshme që janë thjesht familjare dhe kështu, po edhe në aktivitete e biznesit t'i aktivizoj dhe ata që t'jen prezent, të dinë se çfarë bëhet rreth rrotu. Edhe kuptohet që kalojmë më shumë kohë bashkë. Ka ndodhur shpesh nga problemet e shumta, nga dinamika e punës që ka dhe nga ato që thua ndalu, step back, ose të riju pak mbrapshte, ti përqendrohesh të dedikohesh komplet familjes dhe kështu. Por në një njëjtin kohë, edhe këto produkte që kanë këtu produkte shqiptare janë bërë familje ime. Golemi thot se përmes biznesit e tij ka arritur të mbajë lidhje të forta me vendlinjen dhe ndihmoi bizneset dhe familjet shqiptare si në trevat shqiptare ashtu edhe në New York. Kjo puna e biznesit me Shqipërinë më jep kënaqësinë që në darkë ku shkoj të vë kokën në një stërk, thjesht është e thjeshtë. Në atë mendjen time, ndoshta dhe të gabuar, të paktën ndihmoj për diçka në Shqipëri, bëj diçka. Në qoftë se nuk mbahen shumë familje nga kjo puna ime që bën Shqipëri, të paktën mbahen 5 familje, 10, 15, nuk e ka bërë ndonjë llogarinë se sa familje mbahen nga kjo lloj pune, po dhe promovohet tradita shqiptare, kultura shqiptare të gjitha.
Dhe kjo më jep atë satisfaksioni që ka kjo lloj pune. Ndërsa me krenari tregon se përveç mbushjes së kërkesave të komunitetit shqiptar në New York, ka arritur që kulturën shqiptare ta sjellë edhe në komunitet jo shqiptar në zonat e ndryshme të Amerikës, ku konsumatorët e ndryshëm amerikan kërkojnë produkte shqiptare duke thënë emrin edhe në shqip. Është një Berry Fresh Farm, një nga supermarketet më të mëdha këtu në New York dhe në atje. Ata duan furnizime nga neve çdo javë ose çdo 2 javë. Janë disa marketet tjera në Pennsylvania, marketet më dha, Bell's Farm, që në marketet, ata janë jo shqiptarë, prodhime jo shqiptarë. Dhe bile djathin e Gjirokasë, Gjirofarm ata i kërkojnë me emër. Janë disa prodhime tjera që i kërkojnë me emër. Për shembull, këto recena që prodhohen në Lush, i kërkojnë me emër, ose speca me gjizë, dhe bile nuk i quajnë më peppers with cheese. Po thonë, a mund të kemi speca me gjizë? Albio Say Enterprise në planet e saj e fatgjate ka për qëllim të sjellë edhe produkte të tjera nga gjithë trevat shqiptare, jo vetëm nga Kosova e Shqipëria, por edhe nga shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malit Zidh dhe nga gjitha trevat shqiptare, dhe të mbuloj gjithë tregun amerikan, gjithandej ku ka shqiptar dhe më gjerë, ndërsa shpreson që të organizojë një panajir të produkteve shqiptare në New York, duke përfunduar se bashkimi më i mirë për Shqipërinë dhe shqiptarët është ai bashkimi ekonomik. Edhe nga Kosova, domethënë, përveç disa pijeve që është nga një shërbim që quhet fruti, janë si tip juices ose pije të ndryshme, edhe nga ajka e Kosovës, ajk me speca nga Kosova dhe djath nga Prizrenit ose kabashin që quhen. Edhe ato kanë pas, domethënë, ka një histori shumë të shkurtër, 3-4 muaj histori, po është histori premtuese në gjitha llojet e drejtimeve. Me gjithë vështirësitë që ka të punosh me bizneset në Shqipëri dhe në Kosovë, ideja ime është që mos të përfaqëson vetëm prodhimet nga trungu mëm i shqiptare nga Shqipëria, po dhe nga Kosova. Hapi tjetër do jetë që të vinë prodhime shqiptare nga Maqedonia, nga Mali Zi, nga veriu Greqisë. Bashkimi më i mirë kombëtar që për Shqipërinë është bashkimi ekonomik. Në qoftë se neve nuk arrijmë të bëjmë bashkimin ekonomik midis vendeve tona, Shqipëri dhe Kosovë për momentin, ne kemi humbur një trend shumë të rëndësishëm për shkuar në të ardhmen.